Këta janë mbështetësit e 9 të pandeurve për çështje terrorizmi, të cilët ndjekin procesin e apelin e krimeve të rënda ndaj të ashtu quajturve imamët. Si në çdo seancë tjetër, gjykata e krimeve të rënda ka vijuar kontrollet e rrepta ndaj tyre, sipas një plani masash që zbatohet posaçërisht gjatë ditëve që zhvillohet gjyqi i imamëve. Të shpallur fajtor dhe të dënuar me 126 vite burg në total për rekrutim të shqiptarve, që janë dërguar prej tyre në luftimet në Siri. Të akuzuarit vijojnë të mos e njohin gjykatën shqiptare, edhe 2 vjet pas arrestimeve. Në procesin me dyert të mbyllura, vetëm Verdi Morava u ngrit në këmbë gjatë apelit të gjykatës, ndërkohë që të tjerët lëshuan apel tek mbështetësit duke thënë se do të ketë gjykim sipas ligjeve të Allahut. Ndërsa procesi vijon me mbrojtjen e të pandehurve, Fadil Muslimani i dënuar me 12 vjet burg, ju tha gjyqtarve: Kot kam ardhur, këtu komandon Mosadi. Më pas ai u drejtua mbështetësve me këtë fjali: Zullumqtarët do qeshin tani por do qajnë më vonë. Deklaratat e tyre konsiderohen si mesazhe për persona të tjerë jashtë sallës, aq më tepër që nga përgjigjet telefonike edhe brenda në burg, rezulton se të pandehurit vijojnë të flasin me telefon me të dyshuar që ndodhen me luftime pranë ISIS në Siri. Pas arrestimit të 4 të dënuarve të tjerë në Shkodër, pasi po planifikonin të sulmonin stadiumin Loro Boriçi, ku do të luajë ndeshja Shqipëri-Izrael, antiterrori dhe shërbimi informativ vijojnë të jenë në gatishmëri jo vetëm në disa qytete, ku dyshohet se qëndrojnë bashkëpunëtorët e tyre, por edhe në disa burgje ku mbahen element me prirje radikale.